Përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 15 në RTK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përkujtuar sot 27 vjetorin e masakrës në Lubishtë të Hasit, duke rikujtuar krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Ai rikujtoi dëshmitë e të mbjetuarve, të cilët kanë rrëfyer për barbarinë e ushtruar, përfshirë tortura, maltërtime, dhunime, dëbime dhe shkatrime pronash, duke i cilësuar këtë si krim shtetëror të Serbisë. Prilli i vitit 1999, që koha kur një nga fushatat kriminale të spastrimit etnik dhe gjenocidial serb ushtri mbi Kosovën, duke lënë të vrarë 40 civil shqiptar të parmatosur në Lubishtë të Hasit, ka shkruar Kurti. Duke kujtuar të rënët, kryeministri tha se jetët e dhëna për shlirimin e Kosovës janë vlerë sublime në themelet e lirisë së popullit dhe shtetëndërtimit të Republikës sonë. Ndërkohë, organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s kanë kujtuar të rënët e komunës së Istogut në ditën e dëshmorëve të këtij qyteti. Ata kanë theksuar se dëshmorët e rënë gjatë luftës mbetën udhërrëfyes për brezat që vinë. Me respekt dhe për ulje nderojmë jetën dhe veprën e heronjeve të kësaj komune, të cilët ranë në emblemën e brigadës 133 Adrian Krasniqi, duke dhënë gjithçka për lirjen e vendit, kanë kujtuar OVL UÇK-s. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar dëshmorët e komunës së Istogut. Haradinaj tha se Istogu duhet të ndihet krenar me bijtë e tyre që në luftën e fundit treguan heroizëm ndaj dheut. Vazhdojmë me lajmet e tjera. Një 48 vjeçar është gjetur pa shenja jete në orët e para të ditës së sotme në rrugën Alizeneli në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka bërë të ditur Policia e Kosovës me urdhër të prokurorit kompetent. Trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Rasti është iniciuar si hetim mbi vdekjen dhe hetimet për këtë rast janë duke vazhduar, njofton policia. Ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës personi që u aksidentua me 5 prill në rrugë të Podujevës. Kështu ka bërë të ditur Policia e Kosovës në raportin 24 orësh, ku thuhet se viktima që nga dita e aksidentit ishte duke u trajtuar në spital. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, thuhet në raportin e policisë. Flasim tani për çmimet e naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimin maksimal të lejuar për shitjen e derivateve në tregun vendor për ditën e sotme dhe për ditën e hënë. Sipas njoftimit, nafta sot dhe nesër shitet deri në €1.84 për litër, benzina deri në €1.44, ndërsa gazi deri në 89 cent për litër. Krahasuar me ditën e djeshme, çmimi i naftës ka pësuar rënje për 2 cent. Bisedimet e paqes ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë përfunduar pa marrëveshje, ndërsa delegacionet u larguan nga Pakistani pas 21 orësh bisedime. Shtetet e Bashkuara dhe Irani dështuan të arrinin një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së tyre, pavarësisht bisedimeve maratonike që përfunduan të dielën në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, duke rrezikuar një armpushim të breshtë. Secila palë fajsoi tjetrën për dështimin e negociatave 21 orëshe për t'i dhënë fund luftës që ka vrarë mijëra njerëz dhe ka çuar në rritje dramatike të çmimeve globale të naftës, që kur filloi më shumë se 6 javë më parë. Lajmi i keq është se ne nuk kemi arritur një marrëveshje dhe mendoj se ky është lajmi i keq më shumë për Iranin sesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, që ishte kreu i delegacionit amerikan pak para se të largohej nga Islamabadi. Vance tha se Irani ka zgjedhur të mos pranojë kushtet amerikane duke përfshirë mos ndërtimin e armëve bërthamore. Ne duhet të shohim një angazhim të qartë se ata nuk do të kërkojnë armë bërthamore dhe nuk do të kërkojnë mjetet që do t'i mundsonin atyre të arrijnë shpejt një armë bërthamore. Ky është qëllimi kryesor i presidentit amerikan dhe kjo është ajo që jemi përpjekur të arrijmë përmes këtyre negociatave, ka thënë ai. Pra ne kthehemi në SBA pa arritur një marrëveshje, edhe pse ne kemi bërë shumë të qartë se cilat janë linjat tona të kuqe, ka shtuar Vance.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane Tasnim raportoi se kërkesat e tepërta amerikane kishin penguar arritjen e një marrëveshjeje. Media të tjera iraniane thanë se kishin arritur pajtim për një sër çështjesh, por ngushtica e Hormuzit dhe programi bërthamor i Iranit ishin pikat kryesore të mosmarrëveshjes. Kreu i delegacionit të Iranit thotë se SHBA-t dështuan të fitonin besimin e Teheranit gjatë negociatave në Islamabad. Kryetari i parlamentit Muhammad Bagher Ghalibaf shton se Irani ngriti iniciativa që shikojnë përpara, por bisedimet në fond dështuan të arrijnë një marrëveshje. Kurse ministri i jashtëm i Pakistanit Ishaq Dar tha se ishte e domosdoshme të ruhej armpushimi dyjavor që u arrit të martën. Bisedimet në Islamabad pas një armpushimi më herët gjatë javës ishte takimi i pari drejt për drejt SHBA Iran pas më shumë se një dekadë dhe me diskutimet në nivelin më të lartë që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Hungarezët po votojnë sot në zgjedhje historike që po ndiqen me vëmendjet e madhe nga Bashkimi Evropian, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hungarezët po votojnë të dielën në numra rekord në zgjedhjet që mund t'i japin fund pushtetit 16 vjeçar të kryeministrit Viktor Orban, të trondisin Rusinë dhe të shkaktojnë val shoku në qarqet e djathta anë mban perëndimit, duke përfshirë edhe shtëpinë e bardhë të presidentit amerikan Donald Trump. Orban, një nacionalist euroskeptik, ka krijuar një model të demokracisë jo liberale që shihet si model nga lëvizja amerikane MAGA e Trumpit dhe admiruesit e saj në Evropë. Por shumë hungarez janë lodhur gjithnjë më shumë me Orbanin, 62 vjeçar, që pas 3 vitesh stagnim ekonomik dhe rritje të madhe të kostove të jetesës, si dhe raporteve se oligarkë të afërt me qeverin po grumbullojnë pasuri gjithnjë më të mëdha. Anketat e opinionit kanë treguar se partia Fidesz e Orbanit është prapa partisë opozitare të qendrës së djathtë Tica të Peter Magjarit me 7 deri në 9%. Zgjedhjet po ndiqen me vëmendje të madhe në Bruksel, ku shumë partnerë të BE-s e kritikojnë Orbanin, mik i presidentit rus Vladimir Putin dhe aleat i ngushtë i Trumpit, për ata që ata i quajnë erozion të sundimit të ligjit demokratik në Hungari, lirisë së medias dhe të drejtave të minoriteteve. Kurse për Ukrainën, fqinjen lindore të Hungarisë, një disfat e Orbanit mund të thotë zhbllokim i një huaje 90 miliard euro nga Bashkimi Evropian që është jetike për përpjekjet e luftës së Kievit. Gjithashtu do t'i hiqte Rusisë aleatin e saj më të ngushtë në BE. Orbani ka marrë mbështetje publike nga administrata Trump që kulmoi me vizitën e zëvendës presidentit J.D. Vance në Budapest javën e kaluar, si dhe nga Kremlini dhe liderët e ekstremit të djathtë në Evropë. Por fushata e tij është tronditur nga raportet e medias që akuzojnë qeverinë e tij për bashkëpunim me Moskën. Orbani, i cili mohon çdo keqbërje, thotë se qëllimi i tij është të mbrojë identitetin kombëtar të Hungarisë, vlerat tradicionale kristiane brenda BE-s, si dhe sigurinë e saj në një botë të rrezikshme. Ndërkohë, ish besniku i Orbanit, Peter Magjar, 45 vjeç, ka shfrytzuar pakënaqësinë për korrupsionin e supozuar shtetëror dhe rënien e standardeve të jetesës me votuesit e rinj, veçanërisht të etur për ndryshim. Votimi për parlamentin me 199 vende filloi në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe pritet të mbyllet në orën 19. Vazhdojmë me sport. Tashmë është gjithçka gati për ndeshjen Kosovë-Kroaci. Kombëtarja e Kosovës në handball femrat sot pasdite do të përballet me Kroacinë, sfidë që luhet në Zagreb. Pas humbjes nga Franca pak ditë më parë në Prishtinë, dardanët në duel me kroatët luajnë ndeshjen e fundit kualifikuese për Euro 2026. Kombëtarja jonë përbëhet nga lojtare të reja, shumica prej të cilave së fundi ishin në kombëtaren U19. Ndeshja Kroaci-Kosovë fillon në orën 18.